Përshëndetje, sot keni ardhur në kursin Paraja. Ky është moduli 2, inflacioni dhe politika monetare. Shkojmë më njëherë te pika 1. Pse ka inflacion dollari? Për shembull, nëse i ki 4 banane, edhe secila e ka një vlerë për $5. Tash e dim që shuma e kompletuar stokut si vlerë është $20. Tani, imagjinoj se ekziston vetëm $20 edhe qeveria vendos me printu ma shumë pare. Më thonë të arrit në një total prej $40 në qarkullim për mi ble qëto banane. Çfarë ndodh me çmimin e secilës prej bananeve tua? Çmimi rritet. Më thonë, ky është një shembull i thjeshtë se si shtimi i sasisë së parave në ekonomi mund të çojë në inflacion. Nëse se keni kuptu, vazhdojmë me pikën 2. Përse printojmë më shumë para? Paraja është e krijuar mbi kreditin, edhe për mi pagu borxhet, qeverit ndonjëherë zgjedhin me printu më shumë pare. Tani, kur printon më shumë pare, kjo shkakton inflacion. Pika 3. Çka është CBDC? Central Bank Digital Currency. Kjo që tash është të ndodhë, që tash kena me him funksion, që tash ka me konë, më thonë, kena folë për të ardhmen, për krypto, no, që kjo është e vërteta, që kjo është që ka ndodhë, që tu është gjithë shka. Më thonë, këto janë monedha digitale të bankës qendrore. Është një formë e monedhës digitale të emetuar nga banka qendrore. Ato janë ngjashme me kriptovalutat, po janë të kontrolluar për shtetit edhe kanë vlerë të fiksuar prej bankës qendrore. Më thonë është një formë e re e monedhës shtetërore që ekziston vetëm në formë digjitale, ndërsa monedhat tradicionale si dollari ose euro mundën me ekzistu si monedha fizike ose depozita bankare. Për shembull, një CBDC është këtësisht digjitale edhe lëshohet prej bankave qendrore të një vendi. Tash po ju tregoj disa aspekte kyçe të CBDC-ve. Aspekti nr. 1 është një pasqyrim digital i monedhës së vendit edhe mbështetet nga qeveria. Ndryshe për këtyre kriptovaluta ose Bitcoin, cilat janë të decentralizuara edhe nuk mbështeten nga një autoritet qendror. Këto CBDC-t janë plotësisht rregulluar dhe kontrollohen prej bankave qendrore. CBDC të ofrojnë një farë mënyrë të sigurt edhe të rregulluar për me bë transaksione digjitale me synim për me përmirësu sistemet e pagesa dhe me rrit efikasitetin ekonomik. Tash më ju shpjegoj disa objektiva që po dojnë ta mi lëshu këto CBDC. Është përmirësimi i sistemit pagesave, ku mundën me bë pagesa më të shpejta, më të lira, edhe më të sigurta, edhe i eliminojnë nevojën për ndërmjetësues si bankat komerciale. Tani është luftimi i krimit financiar, më thonë janë plotësisht gjurmueshme prej bankave qendrore, CBDC-t mundën me ndihmu në parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Inkluzioni financiar mund të ofrojë, për shembull këto CBDC-t mundën me ofru qasjen të sistemit financiar për njerëzit që aktualisht janë jashtë sistemit bankar tradicional. Edhe menaxhimi i politikës monetare. Me CBDC bankat qendrore mundën me konë mjete më të drejtë për drejta për me implementu ndryshime në politikën monetare. Domethënë, duke përfshi normat e interesit në ofertën monetare. Aspekti nr. 3 është implementimi dhe sfida. Privatësia është një prej shqetësimeve kryesore. Qysh me mbrojt privatësinë e individëve në një sistem ku transaksionet janë të gjurmueshme nga qeveria? Nuk ka shumë privatësi kur qeveria dhe në çdo lëvizje. Siguria. Si çdo sistem digital, CBDC-t janë të ndihshme prej rrezikit sulmeve kibernetike, duke kërkuar masa të rrepta të sigurisë për mi mbrojt fondet e qytetarëve. Edhe fundi është implementimi ose adoptimi. Më thonë të CBDC-ve përfshin rezistencën prej bankave komerciale, ato nuk dojnë, që mundën me ndi se roli tyre po zaventsohet edhe nga konsumatorët që mund të jenë ngurruar me ndryshu prej monedhave tradicionale. Kjo ma një shembull global. Kina e ka yuan digital. Kina është një prej vendeve të para në testin dhe zbatimin e CBDC-s të vet, e njohur si yuan digital ose e-VCNY. Edhe një shtet tjetër interesant, Bahamas, e ka cent dollar. Bahamas e ka lëshu një prej CBDC-ot para në botë, edhe ka quajtur cent dollars, e që synon me përmirësu qasjen financiare në ishujt,
me pak të popullum. Pika 4. Pse shtete tjera kanë valuta tjera? A ki po, kur shkojsh në Kinë, ki janë, kur shkon Shqipni, ki lek, kur vish Kosovë, ki euro, Shanë Zvicër, ki frank. Arsyeja është që shumica e tregtisë ndërkombëtare edhe shumë borxhe janë të shprehura në dollar. Kjo dyqysh një farë lidhje e siguron që ndryshimet vlerën e dollarit me pas ndikim drejt për drejt në ekonomitë globale, duke bo domosdoshme për shtetet me mbajt rezerva në dollar për me mbrojt vlerën e monedhës së tyre. Po kjo ka filluar me ndryshu. Pika 6. Pse është dollari si the reserve currency of the world? Dollari amerikan u bo monedha kryesore e rezervës globale pas marrëveshjes së Bretton Woods, pas luftës së dytë botërore, ku këtë vendet anëtare vendosen me lidh monedhat e tyre me dollarin, i cili vet ishte i mbështetur nga ari. Do të thonë dollari ishte i mbështetur pe arit, e këtë tani shtetet tjera kanë vendosur me lidh monedhat e tyre me dollarin. E kjo lidhje u zhduk me kalimin nga standardi i arit, por dollari meti monedha rezervës për shkak të fuqisë ekonomike dhe stabilitetit të Amerikës, SBA-s. Pika 7. Nëse do të printonim pare pa limit, çka kish ndodh? Printimi i teprum i parës pa limit kish shkaktu inflacion të lartë edhe humbje të vlerës, qatë shumë se ishte çudit. Historikisht vendet që kanë abuzuar me shtypjen e parëve, si Republika e Vjemarit në Gjermani, edhe së fundmi Zimbabwe, kanë përjetu hiperinflacion, që i ka quajtur në krizë ekonomike dhe humbje të besimit në monedhën kombëtare. Pika 8. Pse paguajmë taksa? Këtë pyetje kom prit shumë me u bë, edhe shpesh ju bëj edhe njerëz të tjerë. Po ju bëj një përkufizim të taksave. Mandej ju vendosni vetë. Taksa janë thelbësore për me financu shërbime publike, si arsimi, shëndetësia, infrastruktura dhe mbrojtja. Edhe pse qeverit munden me shtyp pare, taksat sigurojnë një burim të qëndrueshëm të ardhurave që nuk shkakton inflacion. Pika 9 është shumë interesant. Shpjegimi i termeve ekonomike, the gold standard, do të thonë standardi i arit. Sistemi monetar ku vlera monedhës shtetërore është direkt e lidhur me një sasi të caktuar të arit. Qeverit e kanë rregulluar fluksin e arit për me kontrollu bazën monetare. Përparësit i ka pas stabilitet edhe parashikueshmërinë kursin e kombimit. E mangësit janë konë që ka kufizu fleksibilitetin në politikës monetare, që e ka bërë vështirë për qeverit me u përgjigjë ndaj krizave ekonomike. The Bretton Woods System, sistemi i rregulluar pas luftës së dytë botërore në 1944, i cili ka lidh këtë monedhat kryesore botërore me dollarin amerikan. U kriju në konferencë në Bretton Woods edhe ndjekur nga 44 shtete. Dollari amerikan ishte i vetmi i lidhur direkt me arin, edhe monedhat e tjera ishin të lidhura me dollarin. Çfarë fuqie! Do të thonë, përparësit i ka pas që stabiliteti monetar ndërkombëtar dhe parandalimin e luftërave valutore. Mangësit është se sistemi u shemb në fillim të vitit 1970, ku SBA e ka heq komplet lidhjen e dollarit me arin. Jo bashkëmirë. Termi quantitative easing. Shumë doni me lexu për këtë sen, keni me mësu shumë, besoni. Është një strategji e politikës monetare, ku banka qendrore blejnë asete financiare, kryesisht obligacione shtetërore, për me rrit bazën monetare edhe me stimulu ekonominë. Më thonë, këto funksionojnë duke ble obligacione, banka qendrore rrisin sasinë e parave në qarkullim edhe i ulin normat e interesit. Përpasi është që e ka stimulu investimet edhe shpenzimet kur normat e interesit janë konë shumë të ulta edhe politika tradicionale nuk janë konë efektive. Si mangësi, ka pas që ka mujt me shkaktu inflacion të lartë nëse nuk ku menaxhu mirë edhe ka mujt me nxit formimin e fluksave në asete. Këto janë disa terma interesante se i përket modulit 2. Shihemi në modulin 3. Peace out.